Përshëndetje dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Fondi monetar ndërkombëtar ka raditur Kosovën si vendin më të varfër në Evropë pas Moldavisë. Sipas këtij raporti, Kosova u paraqit më e varfër se Ukraina, e cila është në luftë që nga viti 2022. Por të dhënat e FMN-s për Kosovën, sipas ministrit detyrë të financave Hekuran Murati, janë inkurajuese me që ajo, siç tha, nuk është e para për nga varfëria, por e dyta. Murati foli me tone optimiste për të ardhmen e Kosovës. Kosova ka përparim në raport me shtetet e tjera, pra kemi qenë vendin e fundit gjatë qeverisjes së kaluar, tash kemi kaluar Moldavin dhe presim t'i kalojmë edhe shtetet tjera nëse vazhdojt ky trend, ka thënë ministrin detyrë Murati. Kryetari PDK-s tha se është shqetësuese që Kosova është renditur ndër dy vendet më të varfra në Evropë. Ai tha se kjo është pasqyra e përditshmërisë së familjeve tona, e qytetarëve që po e kanë çdo ditë më të vështirë të përballojnë jetën, e të rinjve që po e humbin besimin se mund ndërtojnë të ardhmen këtu. Viteve të fundit, energjia e pushtetit është harxhuar në përçarje, propagandë dhe konflikte të pafundme politike, ndërkohë që qytetarët kanë mbetur të vetmuar përballë çmimeve të larta, pasigurisë dhe mungesës së perspektivës, ka shkruar Hamza, duke thënë se Kosova ka nevojë për një kthes të madhe. Kandidatja për deputete nga radhët e LDK-s Hykmete Bajrami ka deklaruar se pavarësisht deklarimeve për zhvillim dhe lullëzim ekonomik gjatë 6 viteve të fundit, Kosova po përballet me varfëri të thellë. Ajo ju referua të dhënave të institucioneve ndërkombëtare, si Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke thënë se situata ekonomike nuk përputhet me premtimet e kryeministrit detyrë Albin Kurti. Sipas postimit të saj në Facebook, të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se Kosova ka rreth 10% varfëri ekstreme, sipas pragut ndërkombëtar prej $3 në ditë, nivel që sipas Bajramit e rendit vendin ndër më të prekurit në rajon, krahasuar me shtetet fqinje. Profesori universitari i ekonomisë Muhamet Mustafa tha se Kosova paraqitet me trendin e njëjtë që nga pas lufta, ndërsa ngrit alarmin për thellim të varfërisë skajshme në vend. Bisedën me profesorin Mustafa e zhvilloi Shkallzen Lakna. Po, kjo nuk është asgjë e re që nuk ka qenë ditur, domethënë tradicionalisht në këtë periudhën pas luftës na kemi qenë herë mbi Ukrainën edhe Moldavin, herë kemi qenë në njënën, por asnjëherë nuk kemi qenë në fund. Domethënë, nga njëherë Ukraina dhe Moldavia e kanë pas nivelin e produktit vendor bruto ose GDP-s për banor të matur në paritetin e fuqisë blerëse ose edhe GDP-n reale për banor e kanë pas, domethënë që aty diku në shoqëri me Kosovën. Këto 3 vende janë vendet më të pazhvilluara në Evropë. E tash, unë po mendoj se kjo po quhet gabimisht varfëria, matët pak më ndryshe, por domethënë kjo tregon se sa ka në disponim mesatarisht një banor i Kosovës me të matur me paritetin e fuqisë blerës apo purchasing power parity. Çka është kjo? Kjo është, domethënë, sa mundet një kosovar me ble me një euro përkatësisht me $1 në krahasim me banor tjerë ose me mesatarën europiane ose mesatarën botërore. Për shembull, na nëse e marrim produktin vendor bruto i Kosovës në 2025 e vlerësohet €7.200 për banor. Kurse me purchasing power parity, do më thonë me paritetin e fuqisë blerëse, vlerësohet 21.800. Kjo do më thonë dikun rreth 3 herë është fuqia blerëse e një euroje në Kosovë, apo e $1 në Kosovë, në krahasim me mesatarën evropiane apo botërore. Konkretisht, do më thonë, tash në Gjermani kjo del shumë se është shumë më anë në Gjermani, por do më thonë 3 herë ma shumë ka vlerë. Mund me ble në asane, mund me ble në shportën që i blejmë, apo me të njëjtat para në krahasim me mesatarën evropiane ose mesatarën botërore. Do më thonë, ashtu, kjo është, do më thonë, sa ka fuqi me ble njeri. E tash,
varfria matet ndryshe, matet sa mund me ble sa përqind e popullsisë, ka në $3 për një ditë një banor. Një banori, një vene, sa përqind e popullsisë konsumon $3 ma pak se një banor. Ose konsumon $10 ma pak, apo $10 ma pak se sa $10 në ditët. Kush konsumon ma pak se $10 konsiderohet i pavarur. Në kufirin e varfrisë. Kurse ma pak se $3 është varfria ekstreme, kufiri varfrisë ekstreme. Në Kosovë, kufirin e varfrisë ekstreme e kemi 10%. Do më hënë shumë të lartë. 10% e popullatës nuk mund me shpenzu as $3 në ditë për një njeri. Tash merre me mend, me $3 në ditë, kjo do më thonë me pagu të gjitha, me energjie, me krejt, jo veç ke shpenzimet që duhet me i bërë shëndetësi në arsim krejt, do më thonë është varfria në Kosovë është një problem serios. E kjo është interesant, që kjo paka shumë, do më thonë, pa barazia në Kosovë, në disponim të ardha, është rritë, që ajo trekën. Që shqeqoni, kjo matet me ta shtë quajtun koeficientin Gini koeficient, që tregon pa barazin prej 0 deri në 100. Sa më i lartë që tje ky Gini koeficient, është më i lartë pa barazia në një shoqëri. Kështu që shqeqoni, sa ka qenë në vitin 2003, do me thonë, mandej është rrit pa barazia, mandej është zvogluar deri në 2016, mandej është rrit, këto vite tjera, ditë Covid, kuptohet është rrit mas shumëti, edhe tash është, do me thonë, manal, se që ka qenë, do me thonë që kjo është 2022, manal, nuk ka shënime matreja. Po cilësia jetës edhe pa barazia në Kosovë, po përkeqësohet, kjo është një tregus i keq, do me thonë një trend i keq. Gjithashtu, do me thonë, po në krahasim me varfrin, na jemi shumë keq në krahasim me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Për shembull, në Serbi e kje 1% të popullsisë që konsumojnë nën $3 në ditët, të na është 10%. Kjo do me thonë, e hëllun habitëm me njerëz, për shembull, qeverisë, pa marrë parasysh cilës, kur thonë na kemi bu punë të mëdha, jemi mirë, kemi zhvillu, kemi dalë pak mi Ukrainën, pak mi këto, ajo nuk ka ndryshu kur gjë. Kjo është që 20 vjetë është qështu. Herë, që të dikun, shumë afer jem. Do me thonë, na me paritetin e fuqisë blerëse, i kemi $21.800 për banor, Moldavia i ka $21.170, do me thonë është një $700 manalt, Ukrainë është $22.400, do me thonë një $400 ma, $600 ma shumë se na, për një banor, po do me thonë janë krejt një grupë që janë të ngjajshme sa i përket nivelit varfrisë. Që është ndrohet kjo situatë, profesor, me që është vërtet shqetësuese dhe 10% e qytetarëve? Kjo mundet më zhvillu vetëm në qoftë se kemi rritje ekonomike më kvalitative, edhe në qoftë se e zvoglojmë që pa barazim këtu, atëherë qatë produkt vendor bruto të cilin ne krijojmë këtu, do me thonë çka është produkti vendor brut? Produkti vendor është vlera e gjitha produkteve dhe shërbimeve që i prodhojnë kosovarët brenda një viti. Çaj është, qoftë se na do me thonë e prodhojmë ma shumë, e rritëm produktin vendor, edhe e kemi një ndarje më të mirë të atij produkti brenda banorëve të Kosovës, varfria zboglohet. Por këso është na më rrit etash për me mrina një prag të prosperitetit. Banka Botërore ka dalë me një tregus trikove të fundit që quhen pragu i prosperitetit. Pragu i prosperitetit do me thotë që një vend ka hyrë në zonën e prosperitetin nëse për çdo banor mesatarisht mund me konsumu $25 në ditët. Na për me rrit ato, tash na duhet me rrit do me thonë me rrit këto për një 3 herë me rrit. 3 herë ma shumë me prodhu e me hinë prosperitet. Në më nëse kem që tash purchasing power paritetit të GDP-në me këtë fuqin blerëse 21.000, duhet me rrit 3 herë, edhe banorët me metë njëjtë, na mund e quajmë vetën shoqëri prosperuese. Edhe sa kohë do t'i marrë
deri sa të rrim në këtë periudhë me që Po tash varet me çfarë norme do të rritet produkti vendor bruto. ne po kemi edhe të lashe politike, profesor, nuk po kemi Po institucione. problemet politike e kanë helmu, e kanë kontaminu shoqërinë. Sepse do me thonë për i frigës që për i hub votat, tash këtë del thot, na jemi rritë, kemi përmisu, kemi bërë, ai tjetëri thot, jo jemi pos të dy s'kan drejt. Asnjoni s'flet me evidencë, asnjoni s'është real. Do me thonë, kështu që kur i sheh çka thot ky i opozitës, çka thot ministri, çka thot ai, do me thonë asnjoni nuk e shohin në realitetin. Do me thonë ky i mohon të arritura, ky i bën krejt, s'ka problem, Kosova polonizon, pse ai nuk i dihen ato probleme. Ai është ministër, i ka gjitha beneficionet edhe mendon që këtë kosovarët janë mirë kur ajo është mirë. Ky është problemi i shoqërisë tonë. Ky tjetri si nuk është në pushtet, kur që s'ka, është puna problematike. Do më thonë, nuk ekziston në shoqëri një përgjegjësi që me i vlerësu gjanat në mënyrë objektive dhe në bazë të evidencës. Qeverisja makroekonomike, po edhe qeverisja në përgjithësi në Kosovë vunë për evidencë. Nuk ka evidencë. Edhe nuk ka një kundrim real. Qofse e shehniti ministrin e financave të Gjermanisë apo ministrin e financave edhe të veneve dhe më të pasuna se Gjermania, ai del ankohet, kem qit problem. Nuk livdohet. Kem qit problem, duhet tonë me punu. Kur e sheh ministrin tonë, secilin, unë kem përparu, kem bo bugjetin që ka. Apo kupton e, këto sene, në më thonë, nuk po vlerësohen mirë objektive, edhe sa është i dëmshëm ky lavdimi, aq i dëmshëm është edhe futja pesimizmit. Në Kosovë është në rritë shka, këto 20 vjet, 25 vjet, janë rritë sa, ne kem pas GDP-n më tullë, kem 2 fishu, 3 fishu. Mirë po, ka probleme serioze, na peshojmë që për me shku në zonën e seriositetit, du 3 herë me rritë GDP-n për banor, në fuqinë blerëse. Por zgjedhjet të shpeshta apo e pamundësojnë këtë gjë? Edhe çka 2 vjet humbura për Kosovën, çka do të thotë 2 vjet humbura? Po zgjedhjet e shpeshta për sa më tregojnë që po thomën që gjithçka është kontaminu edhe nuk veprohet nuk vlerësohet në bazë të një evidence solide dhe objektive. E zgjedhjet e shpeshta do më thonë në një nënon, në qofë se kalojnë pa probleme, do më thonë edhe e mbyllëm këto me qëto zgjedhjet, ashtë tregojnë një farë pjekurie se shoqëria me gjitha te, po i bën 3-4 pas zgjedhje, po s'po ka krizë politike, nuk po ka luftë qytetare, s'po ka konflikt, do më thonë tregon një nivel demokracisë që është stabilizu procesi zgjedhor, që është shumë i rëndësishëm, shumë relevant për shoqërinë. Po në tjetër anë tregon, do më thonë, këtë atmosferën e kontaminuar në klasën politike të Kosovës, që unë e quaj lufta politike primitive për pushtet. Do më thonë, nuk janë gjendje më ullë me bëni, me po që Kosovës i duhet qeveria, është situata globale, është s'po thëmë alarmante, po është ndërlikuarat në vitet e fundit. Kosova duhet me hinë Këshillit të Evropës, duhet me hinë Evropë, duhet me interesu NATO, duhet me tregu pjekuri, duhet me tregu një koeksistencë më të mirë me disë forcave politike, edhe kur të këshush për çka luftojnë, kjo s'ka lidhje. Me i vetë cilat janë problemet, realisht më ullë me evidencë me bisedu, besoj që kishim pas diferenca ka që më. Për shembull, për çështjet me Serbinë, gati tonë njëj, kur të ullën tavolinë. Një qeveri ka kritiku shumë për para, tash kur ullën tavolinë, nashta e ka po ma keq se ata të përpashmet. E tjera. Do me thonë, vetëm duhet me mendu për në vënu interesin e Kosovës në rand parë, interesin e qytetarëve në rand parë, me u brengo, se na u ka rritë që kjo. Shpërndarja, pa drejt popullsi, edhe me këshur, që kemë shëndetësin, që kemë arsimin, që kemë kërkimet dhe inovacionet, e tjera. Qofse ullën edhe mendojnë edhe luftojnë për interesin e Kosovës, zgjidhet problemi. Qofse për një moment e mujnë egon e tyne të smurë për pushtet.
Për disa qaste kalojmë me informacione në Shkup, ku mira student shqiptar po protestojnë duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Lidhemi tani drejt për drejt me gazetarin e televizionit 21 në Shkup, Adi Çaili. Adi, po më dëgjon? Po ju dëgjoj. Slogani protestës së sotme ishte bashkohuni me studentët të gjithë një zëri. Ju përgjigjen edhe qytetarët kësaj proteste në mbështetje studentëve shqiptar, cilët po kërkojnë të drejtën e tyre që u takon pra përdorimin e gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës. Në fakt po vret një numër goxha i shtuar i qytetarëve ku përveç studentëve janë bashkangjitur qytetarë nga qytete tjera, madje pam me parulla në duar që kanë ardhur në mënyrë të organizuar studentë edhe nga Kosova, por edhe nga Shqipëria. Por duke qenë se është vonuar protesta gati një orë për arsye se nga qytetet tjera që janë më të afërta Kumanova dhe Tetova kanë pasur pengesa, siç thanë, në komunikacion, në trafik dhe deri më tani sa zbarkuan edhe ata studentë për t'ju bashkangjitur palës tjetër të cilët kanë me parulla dhe tani po prohorisin, po jehon këngë të kombëtare të cilat po i këndojnë dhe pritet që nga momenti në moment të ndjekin itinerarin e lëvizjes nga ura e Gurit përmes sheshit qendror dhe të ndalen tek Ministria e Drejtësisë, ku aty janë paraparë me fjalime siç janë bërë edhe dikun me 6 prill kur ka qenë protesta e parë dhe ku janë deponuar edhe kërkesat ndaj ministrit, por siç morëm edhe informacion nga organizatorët se nuk ka pasur asnjë përgjigje deri më tani lidhur me provimin e jurisprudencës për të zbatuar në gjuhën shqipe, pasi që këta student nga klasa e parë, shkolla fillore e mesme, por dhe kanë studiuar juridiku në gjuhën shqipe dhe kërkojnë që këtë drejt kushtetuese ta kenë siç ju takon. Protesta e dytë në fakt Julieta ka marrë një zgjerim më të madh, pasi që nuk është ndalë vetëm deri tek për provimi i jurisprudencës, por kërkojnë të drejtat e shqiptarëve të zbatimit të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet dhe publike dhe administratën shtetërore, duke qenë se sipas organizatorëve thonë se zbatimi i gjuhës shqipe dhe praktikisht ligji i cili është në fuqi ka ardhur duke u tkurrur 2 viteve të fundit nga ndryshimi i pushtetit dhe për këtë arsye ka shfaqur revoltë dhe revolta është nxjerrë pikërisht nga studentët dhe është përquar tek qytetarët. Adit, faleminderit për këto informacione. Faleminderit juve. Ishte drejt për drejt nga protesta e studentëve në Shkup, gazetari i televizionit 21 Adi Çaili. Edhe një kronik nga Shkupi po për këtë çështje ku për provimin e jurisprudencës në Kuvendin e Maqedonisë Veriut u përplasën BDI-a dhe Vleni. Protesta e studentëve për mundësinë e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe ishte një nga temat e pyetjeve parlamentare të opozitës. Rina Hajdari nga Fronti Evropian e pyeti zëvendës kryeministrin e parë Bekim Sali se si e sheh vendimin e Ministrisë së Drejtësisë për të mos pranuar dhënien e provimit në gjuhën shqipe. Zëvendës kryeministër dështuat edhe për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk e mbroni dot gjuhën shqipe në asnjë institucion, në asnjë nivel. U zotuat publikisht për zgjidhje të shpejtë të çështjes së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në praktik, Ministria e Drejtësisë, që edhe sot doli me të njëjtin qëndrim që në mëngjes, e refuzoi këtë të drejtë dhe shpërfilli urdhrat e inspektoratit për përdorimin e gjuhëve duke e reduktuar atë në një test gjuhësor. Zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se qeveria i ka dëgjuar kërkesat e studentëve dhe se shumë shpejt kjo çështje do të zgjidhet, duke akuzuar BDI-n se për 22 vite nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim. Për herë të parë, ekzekutivi qendror ka ndëgjuar zërin e studentit dhe i ka përvesh krahët që ta zgjidh problemin e tyre një herë për gjithmonë. Provimi i jurisprudencës dhe provimet tjera të cilët kanë të bëjnë me natyrën e provimit të jurisprudencës në të ardhmen do të jepen në gjuhën shqipe. Dhe kjo është e vërtetuar dhe këtë do ta dëshmojmë shumë shpejt para jush dhe opinionit. Përndryshe, protestat e studentëve i pranojmë si revolt normale dhe është e drejtë e tyre për të protestuar. Ata nuk protestojnë për Vlenin, protestojnë për Frontin Evropian dhe BDI-n i cili për 22 vite nuk ka arritur një harmonizim të ligjit të gjuhëve ta bën me këto ligje në fjalë.
Ajdari e pyeti gjithashtu Salin edhe për integrimet europiane dhe detyrimin për ndryshimet kushtetuese për të cilat sipas saj Fronti Evropian po mbledh nënshkrime, si dhe pse vlen është deklaruar kundër tyre. Apo dilni kështu kundër agjendës europiane apo bëhet fjalë për paaftësi për të vepruar jashtë diktatit të partnerit tuaj të koalicionit, pyeti Ajdari. Zëvendës kryeministri Sali tha se ai është plotësisht i përkushtuar ndaj procesit të integrimeve europiane dhe se kjo dëshmohet përmes zbatimit të agjendës reformuese. I kthehemi informacioneve nga vendi. Rreth 143.000 aplikime për regjistrim janë bërë nga diaspora, duke shënuar numrin më të madh deri më tani të kërkesave për pjesëmarrje në zgjedhje nga jashtë. KQZ tha se mënyra më e përzgjedhur për të votuar është përmes postës, mënyrë kjo e cila sipas njozëve të proceseve zgjedhore në vazhdimsi ka ngjallur dyshime me që siç thuhet KQZ ka dështuar që të krijojë së paku një sistem të sigurt transporti. Shtetasit e Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të botës, pritet të jenë të parë që do të përcaktojnë vullnetin e tyre për votimet e 7 qershorit. Për këto votimet që nga hapja e afatit për regjistrim, Komisioni Qendror Zgjedhor njoftoi se ka pranuar 142.803 kërkesa, prej të cilave rreth 110.000 janë aprovuar, ndërsa 7.325 janë refuzuar, ndërsa mbi 25.000 të tjera janë në pritje për shqyrtim. Komisioni Qendror Zgjedhor tha se shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar, më së shumti kanë përzgjedhur mënyrën e votimit përmes postës. Nga 109.696 aplikime të aprovuara, 81.901 shtetas janë regjistruar për të dërguar pakon me flet votim në kutim postare jashtë Kosovës. 2.855 të tjerë për të dërguar pakon me flet votim në kutim postare të KQZ-s në Kosovë dhe 24.920 janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjërin nga përfaqësitë diplomatike. Mbi 120.000 kërkesa shënojnë interesimin më të lartë ndonjëherë të diasporës për të marrë pjesë në votimet në Kosovë. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit, Komisioni Qendror Zgjedhor kishte pranuar pak mbi 77.000 kërkesa, ndërsa në votimet të nënshkurtit Komisioni Qendror Zgjedhor kishte pranuar 104.000 kërkesa. Ish-kryetari i gjykatës së apelit Hasan Shala, votën e diasporës nuk e sheh vendimtare, siç u pretendua për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Me datë 25 dhe me 6 qershor, ata mund të votojnë, po gjithë nuk votojnë kur njëherë, prandaj kjo kretë varet për angazhimin dhe sa japin këta partitë politike këtu mbrapa, kontributin që atë vot ka të drejtojnë ata votë. Nuk do të thotë që të jetë vendimtare. Vendimtare mund të qenë vetëm nëse kemi një barazim të partive politike me votën këtu vend, atë do të jetë ajo vendimtare. Diaspora do të ketë mundësi që të nisë procesin e votimit, që nga 25 maj deri më 6 qershor. Ata gjithashtu më 6 qershor do të kenë mundësi që të votojnë edhe në përfaqësi diplomatike të parapara nga KQZ. Megjithatë, votimet në diasporë në vazhdimsi janë parë me një sy kritik nga njohës të proceseve zgjedhore, për shkak të mundësisë së lehtë për siç u tha kompromitim të votës, si pasojë mbikëqyrjes së ulët. Këtu është ajo përgjegjësia e KQZ-s, ajo duhet të bërë përgjegjësinë për këtë që nëse vjen deri të keqpërdorimi gjatë bardhjes së votave, atëherë duhet me marrë përgjegjësinë KQZ dhe ajo mundësi që edhe ato vota atëherë çdo gjë të jetë e dyshim të vërtetë se mund vijë edhe deri të përjashtimi aty në votave nëse vërtetohet se janë keqpërdorur. Ndërkohë, të gjitha subjektet politike kanë bërë thirrjet e tyre dhe nisur fushatën për të marrë votën e diasporës. Megjithatë, aktivistë politik nëpër diasporë kanë ngritur alarmin se subjektet politike, përveç fushatës intenzive nëpër diasporë, ato tashmë janë mobilizuar që të sjellin shtetasit e Kosovës, që jetojnë dhe veprojnë nëpër shtete të ndryshme të botës, edhe fizikisht në Kosovë, gjë e cila po cilësohet si blerje e votës. Antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës Shkëm Manaj bëri të ditur se kanë ndërzuar një kërkesë në departamentin e krimeve kibernetike lidhur me, siç ka thënë ai, sulmet ndaj ish-presidentes Vjosa Osmani dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku. Ai tha se LDK-ja po kërkon ndaljen e ofendimeve dhe sulmeve që sipas tij janë drejtuar kryesisht ndaj Abdigjikut dhe Osmanit, duke u bërë thirrje partive politike që t'i kthehen debatit normal politik dhe diskutimeve me argumente.
Atëherë sot Departamenti Ligjor i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka dorëzuar një kërkesë në Departamentin e Krimeve Kibernetike kundër sulmeve që po i bëhen Presidentes së Republikës zonës Vjosa Osmani dhe Kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës zoti Trimir Adigjiku. Ne e ftojmë gjitha partitë politike që t'i kthejnë debatit normal, që t'i lajnë ofendimet, sulmet edhe këto sulme ne mendojmë që janë të koordinuara kryesisht kundër Presidentit dhe kundër Kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, prandaj mendojmë që si të tilla ato duhet të ndalen menjëherë në mënyrë që ne t'i kthehemi debatit politik dhe debatin politik ta bëjmë me argumente politike. Sulmet kundër figurave edhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës janë sulme të papranueshme, prandaj e ftojmë policinë e Kosovës që të ndërmerrë të gjitha mosat dhe që kjo fushatë zgjedhore të jetë fushatë e drejtë në mënyrë që opinioni publik mos të dezinformohet për këtyre lajmeve që janë të pavërteta, që janë shpifje dhe që janë të kryesisht fotografi, por edhe lajme që janë me inteligjencë artificiale dhe të cilat ndikojnë dezinformimin e opinionit publik në kohë të zgjedhjeve. Partia Social-Demokrate ka akuzuar Lidhjen Demokratike të Kosovës për mungesë të qëndrimit të qartë politik pas zgjedhjeve, derisa një aksion i kryetarit kësaj partie, Dardan Molliçaj, para zyrave të LDK-s është shoqëruar me tensione dhe përplasje verbale me ish deputetin e LDK-s Paris Guri. Guri kërkoi nga PSD-ja që aksionet të tilla t'i zhvilloj para zyrave të partisë në pushtet dhe akuzoi PSD-n se aksionet ndaj partive opozitare po i bën me direktiv të vetëvendosjes. Pas tensioneve, kryetari PSD-s Dardan Molliçaj tha se sikleti i partive opozitare e në veçanti LDK-s është i papërmbajtshëm. Molliçaj tha se PSD-ja po kërkon përgjigje të qartë nga LDK për pozicionin pas zgjedhjeve. Analisti politik Shkodran Rexha i vlerëson se gjuha përqarëse dhe etiketimet personale në fushat po dëmtojnë debatin demokratik duke larguar vëmendjen nga programet dhe projektet konkrete për qytetarët. Sipas tij, një gjuhë e tillë nuk i nevojitet skenës politike, demokracisë dhe as Kosovës. Zoti Rexha, kem një lloj para fushate apo fushate, si ta quaj, këtë fillim për zgjedhjet e 7 qershorit. Si e ke parë këtë nisje të subjekteve politike që po dalin terren, por ka dhe akuza e kundër akuza? Realisht ndoshta më me thonë që arsyeja pse kemi filluar kaq herët një parafushat është për faktin që kemi zgjedhjet jashtëzakonshme, kemi një periudhë zyrtare të fushatës që është një periudhë e shkurtër, 10 ditore, jo që është në zgjedhje të rregullta, ndërsa partitë politike po tentojnë që me shfrytëzuar realisht në diçka tillë. Është të vërtetë ka filluar të them një acarim në mes të kandidatëve potenciale dhe ballafaqimit mes të atyre që kësaj radhe sikur tentojnë të marrin primate në këtë proces zgjedhor, është zonja Osmani, Karshi Zotrit Kurti, ka filluar të them një ashpërsim pak më i madh i gjuhës, mirë po shohim se si do të shkojë procesi i fushatës realisht zgjedhore. Ajo çka më ka habitur dhe që nuk e kam prit realisht është një mënyrë zgjedhjes së fushatës nga zonja Osmani, sepse mos të harrojmë, në qoftë se shohim deklarimet e saj tash fillestare, atakimi kryesor i saj është për periudhën kur ata kanë bashkëqeverisë, edhe kur kanë qenë partner në qeverisje, në dy institucione të rëndësishme, ndërsa tek deklarimet e zotrit Kurti shohim një ignorim, një shpërfillje të zonjës Osmani, që është pjesë e procesit zgjedhor. Disi nuk dëshiron që t'ja jap momentumin e saj dhe nuk dëshiron që t'ja jap them edhe kreditet që është pjesë e një procesi zgjedhor. Ajo që është jashtëzakonisht interesante është që kandidat për kryeministër nga radhat e dy partive kryesore opozitare kanë mbetur në heshte deri në momentin që na sot po diskutojmë. Deri më sot kemi një ballafaqim të zonjës Osmane që është kandidate për presidente dhe zotrit Kurti që është kandidat për kryeministër. Pra kandidatët të tjerë për kryeministër që vinë nga radhat e PDK-s dhe nga radhat e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë totalisht në heshtje për momentin derisa ne po flasim. Ndërkohë kem parë këto akuzat të ndërsjella një gjuhë që po vlerësohet mund të jetë polarizuese, përqarëse, derisa partitë e ish opozitës kritikojnë partinë që ka qenë në pushtet apo qeverinë e detyrë për mos punë, për korrupsion e kështu me radhë. Kemë edhe kryeministrin detyrë apo kryetarin e vetëvendosjes, i cili thotë që opozitës i duhet një goditje e re në kuptimin e ngritjes së përqindjes. A i nevojitet një gjuhë e tillë aktualisht
vendit një gjuhë e tillë e politikanëve? Fakti që mrena një periudhë shumë të shkurtë kohore, thuajse nuk është asnjë vit, ne kemi 3 procese zgjedhore, po flasim vetëm për zgjedhje të jashtëzakonshme. Me do e mos, ne nuk do të kemi proces zgjedhor, e determinon faktin, nuk do të kemi proces zgjedhor bazuar në plan, programe dhe projekte konkrete, sepse nuk mund ndryshojnë projektet çdo 3 muaj. Kjo e abstrahon diskutimin e programeve. Në momentin që largohen diskutimi mbi programe, ne do të kemi goditje në mes të kandidatëve edhe kësi deklarime që siç është kjo që e përmend ju nga zotri Kurti ose dhe Anas Tjeltas. Nuk keni nevojitet në diçka e tillë gjuhës politike në Kosovë, nuk keni nevojitet demokracisë, nuk keni nevojitet vendit tonë. Mirë po, në momentin që abstrahohen programet, betejë politike do të fokusohet këto. Edhe e pash deklarimin e zotrit Kurti për një përqindje, për një kërkesë realisht nga qytetarët, për një 60% për një mbështetje popullore. Shiko, kërkesa në vetvete nuk është problematike, për faktin që numrat jo gjithmonë tregojnë se kush ka të drejtë. Problematike është fakti që një pjesë e madhe e partive opozitare, të mos them të gjitha, e kanë mungesë krijimin e kauzë tyre që me e bind qytetarin që ata kanë të drejtë. Problematika qëndron këto. Ne në qoftë se kthehemi pak në retrospektiv burim, e dim që jo gjithmonë numrat kanë determinuar se kush ka të drejtë. Ka pas parti politike që kanë pas një numër të vogël të kufizuar, them, të deputetëve, mirë po idetë e tyre, narrativa e tyre dhe kauzat e tyre kanë qenë të fuqishme dhe kanë gjetë mbështetje tek qytetari. Problemi është që jemi në një situatë ku ka mungesë të kauzave, ka mungesë të ideve, edhe ka mungesë të asaj në mënyrë se si prezantohen ato programe tek qytetari. Fatkeqësisht mos harrojmë edhe këta që mos më zgjat. Ideja është që programet e njëjta tek qytetari kanë marrë një mbështetje të caktuar, të njëjtat po riprodhohen prapë dhe po i servihen qytetarit. Unë besoj që kjo është problemi kryesor. Në këtë demokraci që thirret Kosova dhe që jemi vend parlamentar, a duhet të ndalet gjuha përqarëse, gjuha që ngjall urrëtie dhe ndër qytetar nga përfaqësues politik? Nuk do duhet as të fillonte, jo që do duhet ndalë, por nuk do duhet as të fillonte. Fakti që këtu kanë kaluar në çështje personale, kanë kaluar në etiketime personale, kjo është shqetësuese për neve. Edhe më shumë shqetësuese është për faktin që nuk po shohim politikanë që po tentojnë me ju largu kësaj gjuhe edhe me sjell diçka të re në tregun politik të Republikës së Kosovës. Kemi akuzën ndaj qeverisë, kemi akuzën ndaj kryeministrit Kurti dhe partisë që ai përfaqëson, ose më mirë të them grupit politik, bllokut politik që ai përfaqëson. Mirë, por nëse shohim alternativën, cila është alternativa tjetër? Cila janë ato deklarata që etiketojnë edhe këtë bllokun që është në qeverisje për momentin? Fatkeqësia e radhës fatkeqësia e madhe është që të gjitha grupacionet politike tentojnë që të marrin mbështetjen e qytetarit në kurriz të goditjeve ndërpersonale që kanë mes veti. Kjo jo që do duhet ndale, por nuk do duhet as të fillonte. Edhe analistja politike Arta Tahiri tha se kishte shpresuar që në këto zgjedhje gjuha e politikanëve të mos ishte kaq e ashpër. Ajo kritikoi Kurtin edhe për kërkesën e tij për të fituar përqindje të lartë votash, duke theksuar se kjo mund të cënojë demokracinë dhe të dobësojë sistemin parlamentar. Të jemi sinqert, kam shpresuar që do keni gjuhë pak më të përafërt dhe jo polarizuese, siç e ka përcjellur gjithë proceset zgjedhore duke fituar nga Nant Shkurti e mëtej. 2 partitë politike në këtë rast, sa i përket Lëvizjes Vendosje, po dhe LDK-s, ku në fakt dhe fuqia politike tashmë të këto 2 parti politike është fokusuar më shumë në këto palë zgjedhje, po shifet që ka filluar me akuza kundër akuza, po gjithashtu edhe me linçime të cilat nuk do i vlerësoja pozitive nga kushdo qoftë që mund të vinë. Unë mendoj që qytetari i tej lodhur tashmë me fushata dhe me zgjedhje të jashtëzakonshme, më shumë se sa linçimet dhe akuzat që i bëjnë subjektet politike, ka nevojë të shohin alternativa dhe mundësitë të cilat mund t'ja ndryshojnë jetën e tyre si qytetarë të Republikës së Kosovës. Sigurisht nuk i vlerësoj pozitivisht gjithë këto polarizime, sepse kjo domosdoshmërisht po ndikon edhe në përditshmërinë e jetës së qytetarëve të Republikës së Kosovës. Lëvizja Vendosje me 28 dhjetor, aso kohë kur Zonja Osmani ishte presidente, arriti mbi 51%, jemi të sinqert, dhe në fakt gjatë gjithë kohës ka pasur vetëm një hipotezë apo një emocion për të cilën ajo ka punuar fuqishëm bind qytetarin që opozita ishte bllokuese në gjithë procesin dhe ajo arriti të marrë maksimumin prej 51%. Tashmë me ndarjen apo mosmundsinë që ja dhanë për të mos marrë një mandat Zonja Osmani, nuk e di se cili mund të jetë mocioni tjetër për të cilin ai do të përdori për të kërkuar prapë votë besimin e qytetarëve edhe për një mandat tjetër do thotë qeverisës.
Domosdoshmërisht prap do vazhdoj me këtë tempo, me këtë natyrë të akuzave se opozita po bllokon, por qytetari duhet të jetë i vetëdijshëm që në një sistem parlamentar demokratik me këto numra, me këto matematika është e domosdoshme koalicioni, po jo koalicion me kushte dhe kërkesa të cilat vetëm njëra palë del fituese dhe pala tjetër të jetë në dëm të saj. Të kërkon mbi 60% është në fakt sikur të kërkosh të zhduket sistemi demokratik dhe sistemi parlamentar. Nuk është do thot as e pamundur apo e padrejt, por në funksionalizimin dhe në mirëqenien e demokracisë është jashtëzakonisht e dëmshme. Kushdo pak që mund të kuptojë nga politika e kupton që një gjë e tillë jashtëzakonisht është e dëmshme për një sistem demokratik dhe parlamentar. E dyta, kjo gjuhë e dënon jashtëzakonisht gjuhën polarizuese nga kushdo që mund të vi, sepse në një mënyrë ose tjetër është duke ndikuar në gjithë psikologjinë dhe jetën e përditshme të qytetarëve të Republikës Kosovës. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Bashkimi Evropian ja ka rikujtuar Serbisë zotimin për mos pengimin e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës dhe për zbatimin e plot të marrëveshjeve të arritura më parë. BE-i reagoi ministrit të jashtëm serb Xhurić, i cili ditë më parë tha se Serbia ka lobuar për mos pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. BE-ja ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit të jashtëm të Serbisë Marko Xhurić, i cili ditë më parë tha se Kosova nuk është pranuar dhe nuk do të pranohet në Këshillin e Evropës, duke i kujtuar atij edhe vendit që ai përfaqëson se Serbia është pajtuar në kuadër të marrëveshjes së Ohrit që të mos e kundërshtoj antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Bazuar në nenin 4 të marrëveshjes së Ohrit, Serbia është pajtuar që të mos e kundërshtoj antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, thuhet në një përgjigje të BE-s. Në këtë kontekst, Brukseli po ashtu i ka kujtuar Serbisë kushtin se duhet të zbatoj të gjitha marrëveshjet e arritura më parë. Zbatimi i plotit të gjitha marrëveshjeve të mëparshme përfshir marrëveshjen e Ohrit është kusht për të dyja, Kosovën dhe Serbinë, të ecin përpara në rrugën e tyre evropiane, thuhet më tej në përgjigje. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Xhurić tha pas takimit të 135 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës që u mbajt premten në Kishinau të Moldavisë se vendi i tij loboi që Kosova të mos pranohej këtë ditë si antare e Këshillit të Evropës. Sipas tij, pavarësisht se disa ministra evropian kishin bërë thirrje publikisht që kjo të ndodhë, diçka e tillë nuk ndodhi. Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu e ka mirëpritur shpalljen e konkursit për kryeprokuror të shtetit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Në një deklaratë publikuar në Facebook, Haxhiu tha se ky veprim rikthen mundësinë për një proces të rregullt dhe transparent. Është me rëndësi që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë të paanshme, të besueshme dhe larg çdo ndikimi politik apo interesit të ngushtë, në mënyrë që në krye të prokurorisë të shtetit të zgjidhet kandidati më kompetent dhe më me integritet të lartë profesional, u shpreh Haxhiu. Një person kanë humbur jetën si pasojë e një vetë aksidenti që ka ndodhur në fshatin Dolc të Klinës. 4 të tjerë kanë pësuar lëndime dhe janë dërguar për trajtim në spitalin rajonal të Pes. Gjendja e tyre nuk raportohet jetë në rrezik sipas mjekëve. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për obduksion. Policia ka thënë se është duke i hetuar rrethanat e aksidentit. Ndërkohë, nga një aksident tjetër në Koshare të Ferizajt, ka vdekur një 60 vjeçar. Sipas njoftimit nga policia, aksidenti ka ndodhur mes 2 veturave. Vdekja e viktimës është konfirmuar në vendin e ngjarjes nga ekipi mjekësor, ka thënë zëdhënësi i policisë në rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli. Auditoria e përgjithshme Vlora Spanca e ka kritikuar komunën e Prishtinës për dështim në menaxhimin efektiv të mbeturinave. Kritika doli gjatë shpalosjes së raportit auditues 2025-2026. Auditoria përgjithshme Vlora Spanca ka deklaruar se komuna e Prishtinës nuk ka arritur të jetë efektive në grumbullimin e mbeturinave, ndërsa një nga gjetjet më shqetësuese të auditimit ka qenë dështimi pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale.
Një nga gjetjet më shqetësuese të raportit është dështimi pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. Ky proces kishte dështuar të realizohej pothuajse në të gjitha nivelet nga të gjitha palët. Spanca hodhi përgjegjësi edhe tek bordi i drejtorëve të ndërmarrjes pastrimi, i cili sipas saj nuk ka ushtruar mbikëqyrjen efektive mbi veprimtarinë e kësaj kompanie. Sepse në takimet e bordit nuk ishte trajtuar pothuajse asnjëherë problematika aktuale e mbeturinave në qytet. Në vend të kësaj bordi ishte marrë me çështje tjera si çështje financiare dhe administrative. Mëtej, auditoria e përgjithshme tregoi se shumë kontenierë që janë blerë nga komuna e Prishtinës tashmë kanë mbetur të papërdorur, e shumë të tjerë janë dëmtuar. Tutje, ajo vlerësoi se angazhimi i operatorëve privat për grumbullimin e mbeturinave i ka kushtuar shtrenjtë komunës së Prishtinës. Deri në vitin 2024, KRM Pastrimi ishte vetmja kompani përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave në kryeqytet. Në prill të vitit 2024, komuna angazhoi operatorin privat për grumbullimin e mbeturinave krahas KRM Pastrimi. Operatori privat ishte më i kushtueshëm me rreth 10 euro për ton krahasuar me kompaninë publike, duke rritur kostet e komunës për grumbullim të mbeturinave për 149.000 euro për periudhën prill-dhjetor 2024. Çmimi ka rezultuar 61 euro për ton për KRM Pastrimi, ndërsa për operatorin privat ka rezultuar të jetë 71 euro për ton. Pavarësisht kontraktimit të operatorit privat, komuna nuk ishte arritur të bëjë përmirësime të dukshme sa i përket grumbullimit të mbeturinave në kryeqytet. Në fund, auditoria e përgjithshme njoftoi se gjatë këtij sezoni auditues janë planifikuar 145 auditime dhe deri tani janë publikuar 24 raporte. Prishtina kishte probleme edhe me menaxhimin e mbeturinave vëllimore. Aksioni për largimin e këtyre mbeturinave i nisur të shtunën ka vazhduar dhe sot. Drejtori i shërbimeve publike Leotrim Redkoceri tha se nuk do të ketë më tolerim për ata që i hedhin këto mbeturina në lagjet të kryeqytetit dhe në koordinim me inspektoratin komunal do të shqiptohen dhe gjoba për shkelësit e ligjit. Rezultatet e aksionit për largimin e mbetjeve vellimore i cili nisi të shtunën janë të prekshme, nga se vetëm brenda 2 ditëve kompania Pastrimi ka larguar këto mbeturina nga 45 lokacione. Qytetarët e mirëpritën këtë aksion. Lagjen tonë unë jetën Lakrisht, që 3 javë aty ka qenë atë mbeturinat që jenë kriju e sukur këty njëherë që i kanë thonë saunat vogla, nëse deni qka është plasti, kër e kam lidhë saunë. Ashtë u boa jo tuba, e tash që 2 ditë e ka liqë. Dhe më thonë 3-4 javë ka në e qështë. Por disa qytetarë thonë se aksioni duhet të vazhdojnë në të gjitha lagjet. Unë jetoj në lagjen e Dardanis, e kam mbulu bërlogu. Pej që orë që këtë tash s'pja përmenë me më në kush është, u dheci kryesor, pej që orë shkani këshoni, më ju lutna. Po këto 2 ditë kanë ndërmarrë që letja e punë, thujnë që ashtu, po së shkëkëshëret. Në cilin lokacion? Në kërëcinin rruga Dalmatet, të restoranit Dubrovniku, shkëkëshëne tjetërën, anena të parku, plët bërlogu në kam bëllue. Veç fjallë e kurgju. Drejtori i shërbimeve publike Leotrim Redkoceri bëri të ditur se aksioni ka vazhduar sipas planifikimit, duke paralajmëruar gjoba nëse qytetarët nuk tregohen të kujdesshëm ndaj ambientit. Nga shtuna kur kemi dalë në teren për aksionin që e kemi shpall për grumbullimin e mbeturinave vellimore, nga 72 lokacione sa kanë qenë të identifikuara, ekipet emergjente të krijuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike kanë intervenuar në 45 lokacione kryesore dhe me volumitet të lartë. Ky aksion, siç kemi thënë edhe në fillim, do të zgjasë derisa të grumbullohen të gjitha mbeturinat vellimore në kryeqytet. Nga takimi me qytetarë, kemi pa që të gjitha ata qytetarë që banojnë afër lokaliteteve dhe në lagjet e tyre, pikat e tyre grumbulluese mbushen nga persona të papërgjithshëm të lagjeve të tjera,
ndaj të cilëve do të ketë masa dhe nuk do të lejohet që më lagje dhe hapësirat publike të kthehen në vende për deponi të mbeturinave vëllimore. Shumë shpejt kemi me dalë me një zgjedhje konkrete për të cilën do t'ju njoftoj me kohë. Ne sot patëm një takim me drejtorin e inspeksionit dhe biseduam për hapat e më të tjeshëm që aksionit të jetë i qëndrueshëm dhe hapësirat publike mos të kthehen në deponi për mbeturina vëllimore. Edhe kompania pastrimi u ka bërë thirrje banorëve që të mos i hedhin mbeturinat vellimore dhe inerte në hapësirat publike, duke i paralajmëruar ata se do të gjobiten. Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike sot ka lansuar platformën e trajnimeve për siguri kibernetike për shërbyesit civil. Ministri në detyrë i Digitalizimit dhe Administratës Publike Lulzon Jakxhiu deklaroi se kjo platformë synon forcimin e sigurisë kibernetike. Ministri në detyri i Digitalizimit dhe Administratës Publike, Lulzon Jakxhiu, pas lansimit të platformës së trajnimeve për siguri kibernetike për shërbyesit civil, tha se siguria kibernetike kërkon qasje mbar shoqërore për mbrojtjen kibernetike të vendit. Programi i trajnimeve që po lansojmë sot synon pikërisht pra forcimin e këtij dimensioni njerëzor të sigurisë kibernetike. Programi ofron një uri bazike, por edhe praktike për shërbyesit civil në përgjithësi, por edhe me module të veçanta për menaxherët në administratën publike. I ngarkuari me punë në ambasadën e Luksemburgut, Erik Dietz, tha se mbesin të përkushtuar që ta ndihmojnë Kosovën në krijimin e një administrate publike të sigurt. Shërbyesit civil luajnë rol qendror në këtë përpjekje. Ata janë roje të besimit qytetar dhe të administratës digjitale. Për këtë arsye, investimi në njerëz me aftësi dhe njohuri është esenciale. Në këtë program, Luksemburgu ka mbështetur ICAP-in në zhvillimin e një modeli të trajnimit online për siguri kibernetike të përshtatur për nevojat e institucioneve të Kosovës dhe administratës publike, i cili do të mbështes të gjithë shërbyesit civil në Kosovë me aftësi praktike për të mbrojtur e për të përforcuar mbrojtjen e të dhënave. Lart Zogjani, i cili e shpalosi këtë platformë, tha se e njëjta është e thjeshtë dhe lehtë e kuptueshme. Në fakt, mbi 15.000 në punë civil, çdo ditë më shumë ekspozohen ndaj rrezikeve të tilla për të provuar me eliminu këtë lloj të problemit edhe për me provuar me eliminu problemet të ngjashme me ata se sa po ballafasu pak minuta më herët, ne kemi dizajnuar trajnimin për siguri kibernetike, i cili trajnimi ka 3 shtylla kryesore, ka trajnimin për në punën civil, trajnimin për vendimarrës dhe trajnimin për trajner, ku në fund gjithë marrin gjithashtu edhe certifikate zyrtare. Platforma synon të fuqizojë mbi 15.000 shërbyes civil me njohuri dhe aftësi praktike për të mbrojtur nga kërcënimet kibernetike dhe për të forcuar sigurinë digjitale të institucioneve të Kosovës. Në Prishtinë nisi edicioni 17 i konferencës shkencore Java e Albanologjisë, e cila do zgjas deri më 22 maj. Me këtë rast, u tha se në epokën digjitale, gjuha shqipe duhet jetë më e pranishme në teknologji. Drejtori i Institutit Albanologjik Fadil Grejqevci tha në hapje të konferencës shkencore Java e Albanologjisë se ky aktivitet tashmë është bërë pjesë e identitetit të gjuhës shqipe. Dizajnuar që në fillim të saj me 2010 si aktivitet që do të përfshinte 5 disiplina themelore albanologjike, gjuhën, letërsinë, historinë, folklorin dhe etnologjinë shqiptare, Java e Albanologjisë ka synuar totalitetin e saj ndërdisiplinar si shkencë. Me besimin në potencialet e atërshme shkencore dhe me shpresën se ato do të avancoheshin, duke ju përshtatur kontekstit të ri shoqëror shtetësisë së Kosovës, nisma për krijimin e këtij aktiviteti të përvitshëm shkencor doli të ishte një nga nismat më të suksesshme të Institutit të Albanologjisë. Ministri në detyri arsimit dhe shkencës, Hajrullah Qeku, tha se gjuha shqipe nuk mjafton vetëm të ruhet, por edhe të zhvillohet në kohën e zhvillimit të teknologjisë. Duhet të ndërtojmë fjalor digital, mjete për përkthim automatik, kontrollues drejtshkrimor, sisteme të njohjes së zërit dhe platforma inteligjente që e kuptojnë shqipen natyrshëm.
Shqipja duhet të jetë pjesë aktive e inteligjencës artificiale dhe jo vetëm një gjuhë periferike që teknologjia e njeh pjesërisht. Ndërsa sekretari shkencor në Institutin Albanologjik Adil Olluri tha se gjatë kësaj konference do të diskutohet për sfidat e Shqipës në epokën digjitale, letërsinë, historinë, folklorin, etnomuzikologjin dhe antropologjin shqiptare. Studiuesit e lingvistikës sot do t'i prezantojnë të gjetërat e tyre rreth përballjes së Shqipës me rrethonat e sotme digjitale. Studiuesit e letërsisë nesër do të na flasin për aspektet e kontekstit në letërsinë shqipe. Pas nesër do të kemi rastin të dëgjojmë studiuesit e historisë që do t'i shpalosin për qasjet e tyre në mes të historiografisë shqiptare dhe asaj europiane. Të njëjtën njohësit e folklorit dhe etnomuzikologjisë do të na flasin për trashëgiminë kulturore si kujtesë, ndërsa të premten etnologët tonë do ta trajtojnë antropologjinë e ushqimit në kontekstin shqiptar. Ndërsa Francesc Fusha, konsulent nga Ambasada e Shqipërisë në Kosovë, u shpreh se janë të gatshëm të thellojnë bashkëpunimin me Institutin Albanologjik. Republika e Shqipërisë e vlerëson me mirënjohje Institutin Albanologjik të Prishtinës si një partner të rëndësishëm institucional dhe shkencor. Në mbetemi të përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin ndërinstitucional në fusha me interes të përbashkët, si kërkimi shkencor, botimet akademike, digitalizimi i fondit dokumentar dhe arkivor, si dhe mbështetja e brezit të ri të studiuesve shqiptar. Jemi të bindur se suksesi dhe forcimi institucioneve tona shkencore përbën një investim të drejt për drejt në të ardhmen kulturore dhe akademike të gjithë kombit shqiptar. Konferenca Java e Albanologjisë do të vazhdojë deri më 22 maj, duke sjellë diskutime shkencore për zhvillimin e Shqipës dhe identitetit shqiptar në kohën moderne. Anija turistike e goditur nga shpërthimi i vdekjeprurës si hantavirusit ka arritur në portin holandez të Rotterdamit për dezinfektim, duke përfunduar një udhëtim të mundimshëm që i vurin nga dishmëria autoritetet ndërkombëtare shëndetësore. Anija mbante 25 antar të ekuipazhit dhe 2 personel mjekësor kur mbërriti në Rotterdam të hënën në mëngjes pasi të gjithë pasagerët zbarkuan diku tjetër. Ekuipazhi do të hyjë në karantinë të menjëhershme. 3 pasagerë që kishin qenë në anije kanë vdekur pas shpërthimit të hantavirusit, përfshirë një qift holandez që zyrtarët e shëndetësisë besojnë se ishin të parët e ekspozuar ndaj virusit gjatë vizitës në Amerikën e Jugut. Anija ka kaluar 6 ditët e fundit duke lundruar nga ishujt Kanarin, ku pasagerët e mbetur u shoqëruan nga anija dhe personeli me veshje mbrojtëse dhe kanë udhëtuar për në më shumë se 20 vende për të hyrë në karantinë. Shpërthimi në anije ka arritur në 11 raste, 9 prej cilave janë konfirmuar. Agjencia e Shëndetit Publik të Kanadas ka thënë se 1 nga 4 kanadezët në izolim pasi u largua nga anija kishte rezultuar pozitiv të dielën dhe do të ndajë informacion mbi rastin me organizatën botërore të shëndetësisë. Antarët e ekuipazhit që nuk janë në gjendje të kthehen në shtëpi do të karantinohen në Holand, ka njoftuar Ministria Holandeze e Shëndetësisë. Trepça fitoi finalen dramatike ndaj Bashkimit në Prizren dhe tashmë është vetëm një fitore larg titullit të 7 në historinë e klubit. Vendasit e arsyetuan disfatën me mungesat të shumta, ndërsa mysafirët presin të vullosin titullin në mesjavë. Mbi 2500 tifoz krijuan atmosferë të zjarë në Prizren, duke dhënë mbështetje të madhe Bashkimit me koreografi dhe broritje të vazhdueshme nga tribunat, por megjithatë Trepça arriti që të triumfoj përsëri ndaj portokallezinëve për t'ju afruar edhe më shumë titullit të 7 kampion në histori. Finalja e tretë në Sezai Curoj ishte krejtësisht e hapur deri në minutën e fundit, ku xetarët u treguan më të mirë dhe fituan me 4 pike përsi, 84 me 80, në një ndeshje ku Hasbrook shkëlqeu të mysafirët me 22 pikë, ndërsa Shorter ishte përsëri më i miri në radhët e vendlezve me 25-osh. Humbje në radhës trajneri i Bashkimit Igor Jovovic arsyetoi me mungesat e shumta. We are unhappy with the result at the end because the fans create a great atmosphere over here.
Nuk jemi të lumtur me rezultatin në fund sepse tifozët tanë krijuan vërtet një atmosferë shumë të mirë. Të vish në stërvitje në 10 ditët e fundit është sikurse të vish në spital. Kemi humbur 2 basketbollistë të huaj për shkak lëndimesh dhe po ashtu kemi pasur probleme edhe me lojtarët që kanë luajtur. Tifozët na ndihmuan shumë dhe duhet të jemi krenar me atë që treguan. I kënaqur me rezultatin, por jo edhe me lojën, u shpreh trajneri i Trepçës Adis Beqiragić. We can be only happy that we won the game, if you look the way that we played. Mund të jemi të lumtur vetëm me faktin që e fituam ndeshjen, por jo edhe me mënyrën se si luajtëm. Gjithsesi tani avansojmë 3-0. Është vërtet e vështirë. Ata janë një skuadër e fortë dhe luajnë shumë mirë. Nuk është e lehtë ti mposhtësh në këtë atmosferë në Prizren. And we get great advantage, that's very happy, nothing more. Finalja e 4 luhet të mërkurën përsëri në Prizren, ku bashkimi me fitore eventuale siguron edhe ndeshjen e 5, ndërsa Trepça synon një tjetër triumf për të vullosur titullin e 3 me radhë të 7 në historitë të klubit. 84 adhurues të basketbollit, fitore e Trepçës. Nesër mbi Evropë moti ndryshueshëm diell vranësira, por edhe të rreshura shiu, temperatura më e ulët do të shënoj 5 gradë, ndërsa më e larta 30 gradë Celsius. Edhe në rajonin e Ballkanit, mot i ndryshueshëm, diell vranësira, por edhe të rreshura shiu, temperatura më e ulët 8 gradë, ndërsa më e larta do të shënoj 23 gradë Celsius. Mbi vendin tonë do të kemi mot me diell vranësira, në rajonin e Pejës të rreshura shiu, temperatura më e ulët do të shënoj 9 gradë, ndërsa më e larta sipas meteorologëve do të arrijë në 21 gradë Celsius. Edhe Shqipëria nesër do të ketë mot të ndryshueshëm, diell vranësira dhe të rreshura shiu, temperatura më e ulët 9 gradë, më e larta 22 gradë Celsius. Maqedonia e Veriut nesër do të ketë mot me diell vranësira, por edhe të rreshura shiu, temperatura më e ulët 8 gradë, ndërsa më e larta do të arrijë në 23 gradë Celsius. Prishtina nesër, mot me diell dhe vranësira kalimtare, temperatura më e ulët 9 gradë, më e larta 17 gradë Celsius. Shkupi po ashtu mot me diell dhe vranësira, temperatura më e ulët 15, më e larta 19 gradë Celsius. Tirana do të ketë mot me diell dhe vranësira, temperatura më e ulët 12, më e larta 19 gradë Celsius. Prishtina në 7 ditët e ardhshme mot të ndryshueshëm, diell vranësira, por edhe të rreshura shiu, ndërsa temperatura do të lëvizë ndërmjet 9 e 23 gradë Celsius. Nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.